عيون وتيقظت أيضا عيون، نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادئ له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازم تندروا المسلمان، javën e kalume vetëm kemi fillu diçka me folën rreth sabrit, durimit. Dhe kemi folën çka do me thonën durim, sabr. Dhe kemi ndalë durimin, sa do e ndalë durimi, kemi thonën sabri, durimin ndalë në 3 lloje: një ibadet në adhurim të Allahut azza wa jall, me u falë, me u lut, me boj ibadetit e Allahut azza wa jall, duhet me pas durim. Se nëse s'ki durim, nuk i sabër, s'munesh me bu adhurim Allahut azza wa jall. Kemi thonë lloji i dytë është në gjunahet Allahut azza wa jall. Ndoshta takona me bu gjuna, ndoshta lakmon mas gjunahit, por kur e di që Allah subhanahu wa taala ta ka bu haram, ta ka ndalu një gjë tillë, ti ban sabër, durim në këtë dunja, pse e presh problemin te Allah subhanahu wa taala, por atë durim që ke bu nuk je fut në gjunahe. Edhe tretin lloj kemi thonë të thotë durimit sprova, durimit të thotë në fatkeqësi, të lashën, problemin. Dhe kemi cekën të thotë qka? Sprovën apo durimin që e ka pas Muhamedi a.s. me fotën e ti, e kam kallëzue e sot, insha Allah ta'ala, do të mundohem të tregoj disa raste kur muslimani duhet me ban sabër në disa sprova. Se kjo dunja është qka jetë me sprova. Dhe kur mos mendojmë se nëse një njeri sprovohet në këtë dunja, ai njeri do të qka është i keq te Allah subhanahu wa taala. Mas shumti në këtë dunja janë sprovu, si që kemi thonën, janë sprovu pejgambert e Allah subhanahu wa taala, dashrit e Allah subhanahu wa taala. E sikur na thujmë se njeri i cili sprovohet është i keq, atëherë Zoti na ruaj, atëherë të keq sipas atyre njerëzve kanë qenë pejgambert e Allah subhanahu wa taala. Kjo është gabim me thonë, por ata kanë buturim në sprovat e tyne dhe njeriu në këtë dunjë duhet të banë sabër durim. Kjo jetë ndalë në dy gjana. Qka? Gjynësa të thotë
e imanit është durimi sabrit, edhe gjysa e imanit çka është shukri falëndërimi ndaj asaj që Allahu xhallahu ala na i ka dhënë në këtë dunjë. Inshallah taala tash po i kallëzoj disa raste kur njeriu duhet të bën sabër. Na shpesh herë Zoti na nujt, kur e shohim në një njeri me tmeta, që Allah subhanahu wa ta'ala e ka sprovuar këtë dunjë, atëherë na shumë prej neve, apo shumë prej atyne që janë ignorantë të paditur, bojnë hajgare me atë njeri që Allahu e ka sprovuar trupin e tina. Edhe keq mi bojnë hajgare me ta. Realiteti e vërteta nuk duhet me qenë kështu, por duhet me bën një dua, duhet me thonë elhamdulillahi alladhi afani mimma mabtalahu. Falëndërimi ta kanë Allahu subhanahu wa ta'ala, që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk më ka sprovu mua sikur e ka sprovu atë njeri. E kemi rastin që thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, ndoshta ka një njeri këtë dunjë që lind i verbër çor nuk sheh në këtë dunjë. Por ka raste që një kohë sheh, mbas një kohë kur t'i vjen ndoshta pleqnia, ati i mirët shëqimin. Thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, për këtë njeri i cili Allah subhanahu wa ta'ala e ka sprovu me dy të dashrat, cilat janë dy të dashrat, dy syt e tina, dhe a njeri ban sabër te Allah subhanahu wa ta'ala, ban durim për shqiqimin që Allah ja ka morë në këtë dunja, a e dini që ka kompenzimi ti, a e dini që ka shpërblimi ti, shpërblimi ti është gjenneti Allah subhanahu wa ta'ala. Një njeri, ka thonë Muhamedi alayhis salam, që është sprovu në dy syt, në dy dashra që Allah ja ka dhënë dhe ja ka morë Allah, sprovë për atë njeri, ban sabër ai, ban durim te Allah subhanahu wa ta'ala për atë sprovë që i ka ndodhur, Allahu xhelle shanu thot Muhamedi alayhis salam, nuk ka kompenzim tjetër përveç se xheneti. Kjo ishte në trupin tonë, po kemi edhe shumë të meta ndoshta që na nuk i kemi për dikush i ka, dhe ban sabër, ban durim, dhe pret llogaritën shpërblimin te Allahu azza wa jall, Allahu xhelle shanu do ta shpërblet me xhenet. E kemi rastin në të kaluamën elhamdulillah populli jon e ka pas këtë praktik, këtë tradit, shumë do thotë të mirë, se kjo do thotë nuk ka ardhur prej diku tjetër përveç se e kanë pas, e kanë praktikuar Islamin ashtu siç ka porosit Allah dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam. E kanë pas një tradit dhe e kanë gjallë atë tradit që baballarët e tonë, nanat e tona nuk i kanë vënë dy fëmijë. Tash të njëri prej neve nuk dënë ma shumë se 2 fëmijë apo 3, se ku me di qka, ndoshta nuk po muj mja në shtëpinë, ndoshta nuk po muj mja po kushtet, ndoshta s'po muj shkollimin, e ata të partohen nuk janë frigu për riskut, se riskut e kanë di që është në dorën e Allah subhanahu wa ta'ala. E kanë di që risku vjen prej Allah subhanahu wa ta'ala, dhe elhamdulillah i kanë bu ka 5.000, 7.000, 10.000 e ku me di se sa fëmijë. Edhe elhamdulillah kush nuk ka djegë të të qka përbu. Ka jetue dhe e në si cili ma i kush se tjetëri. Se Allah i ka furnizu ata dhe i ka drejtu që shduhet ata dhe nuk e kanë pas gale për risku. Qka po du me thonë me këta? Se njeriu i cili ka pas shumë fëmijë, ndoshta Allah subhanahu wa ta'ala prej atyne shumë fëmijëve, ndoshta i ka vdek ndonjë fëmijë. I ka vdek ndoshta 1, i ka vdek 2, i ka vdek 3 fëmijë ndoshta. Çka thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, por atë njeri i cili Allah subhanahu wa ta'ala i ka furnizuar me fëmijë, po prej atyne fëmijëve, ndoshta si ka lind Allah subhanahu wa ta'ala ja ka marrë dhurat prej Allahut dhe Allah subhanahu ta ka marrë atë dhurat. Ka dash me sprovue 1, 2, 3 fëmijë, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, kujt Allahu ja ka marrë 3 evlad, 3 fëmijë në këtë dunjë dhe ka bërë sabër, ka bërë durim, dhe Allah ta subhanahu ka mbështetën dhe ka thënë te Allah jemi dhe te ai të kthehemi, çka ka më bëu me atë njeri? Ata fëmijë, ata evlad që si janë knosh me babë me nonë në këtë dunjë, kanë me lujtë te Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kanë me thonë, o Allah, neves na lave në dunjë, me jetu, me babë me nonë, nuk na lave na sprovove na morre, ata alhamdulillah pa gjunohen, kanë lind familje muslimane, kanë lind pa gjunohen xhenet, por kanë me lyp edhe me ndërmjet
besu për babën edhe për nanën, që Allah subhanahu wa taala për durimin, për sabrin që kanë bërë në këtë dunjë, që Allah ja ka marrë ata fëmijë, Allah subhanahu wa taala bon për fëmijëve ndërmjetësos që Allah me shti edhe babën e nanën xhenet. Ja Rasulullah, po nëse 3 fëmijë po të vdekan, po ndërmjetësoj kanë për xhenet, po nëse të vdesin edhe 2 ja Rasulullah, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, po edhe 2. Edhe kështu do thot edhe njëja Rasulullah, heshti pejgamberi alayhis salam dhe tha po edhe një. Kjo do thot mëshira rahmeti, nëse durimi, njeriu ban durim në këtë dunjë, ta merr Allah pasuninë, ta merr Allah evladin, ta merr Allah zotën, ndoshta më dashin, por ban sabër, atëherë shpërblimi çka është në xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Rasti tjetër Allah i dashur musliman është një gruje, po ka përcjell Muhamedi alayhis salam. Ka vënë dhe po e shef një gruje duke qaj, duke vajtue për mi dha, te vorreza. Dhe pejgamberi alayhis salam po i thot asaj grujes pe këshillon me fjalë të buta, me fjalë të mira, po i thot oj ti gruje ban sabër dhe tut ju Allahut azza wa jall. Ajo gruja çka i tha se nuk e njeh ke pejgamberi alayhis salam. Po thot hesti mos um kallzo mund pja kthet me të keqë pejgamberi alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam po vazhdon se e gruaja i tha, çka më ka ndodhur, mu ty nuk të ka ndodhur, un jam mërzit teme dhe po vajton, po ban gjesë dhe thot jo të mira. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i pranoi këshillat, kur shkoi Muhamedi alayhis salam te shtëpia. Çka po ndoçona e gruaja, po i thon njerëzit e di kush ishte ai njeri i cili të këshilloi tyje. Thot kush ishte? Thot pejgamberi Allah subhanahu wa taala. Thot kush ka pas ta bën? Pejgamberi në Allah te pa i banallon me fjalë këshia. Ai më ka këshilluar për mirë, thot mirë për mua, thot edhe shkon shpejt te pejgamberi alayhis salam dhe po i thot ja Rasulullah shpejt vet. Po pejgamberi Allah, nuk e kam ditë vallahi që je ti. Pejgamber nuk të kam njohur, por çata të kam thonë fjalë ndoshta trona, ndoshta të kam ranue. Pejgamberi alayhis salam, çka po i thot? Thot durimi, thot është në kohën e parë, vështërsinë e parë. Atëherë ti nëse se ka udhëzuar durueshme, atëherë Allah të falë dhe drejton, por çka njeriu gjithherë duhet më bëni durueshëm çysh në start, çysh në kohën e parë. Jo masanena, masi të bon të lashja problemi, me thon sikur kisha duruar. Edhe ka raste të shumta për durimin, për sabrin, kemi durimin, sabrin. Ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe afër tij ishte një shok i pejgamberit sallallahu duke qëndruar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe po i shef 2 njerëz të shajtën me veti, të ngosën me veti. Por njëri shkon më i butë. Dhe prej marrës që ai do thotë e shajke, po thot ky shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që po e transmeton këtë hadith, po thot njëri prej atyre dyve e nditi vetëm keq, sa që shka çapa ju skuq dhe u skuq prej marrës që ai njeri të thot çka e pyti e shajti me fjalë trona. Dhe pejgamberi alayhis salam tha ata kallzoj ilaçin. Ata kallzoj ilaçin tyje për këtë hidhëm që i të mbajt në vete dhe nuk i të shfaq. Se edhe ky ka mujt me e shfaq, me e shajt, me bërtit me ta, me urret, por ky e majti dhe buke i durushëm. Tha pejgamberi alayhis salam, ilaçi kur të fyk dikush, se sot ndoshta trejnë në syt, ndoshta të shtëpi, ndoshta të nënçmon, se ka dalë, ditën që ai do të rrejtën, u të shpifën, u të fol fjalë trona, u të nënçmuë dhe ti nganjëherë apo shumë herë Allahu subhanahu ka dhënë durim, të ka dhënë sabër, ban durim, se që thuhet e na nuk kem me një thes me ta, nuk bosh i keq me ta, se me u boj keq me ta, ndoshta Zoti na ruaj, duhet me i kap grushtat, e dhikat e altijat, për ku me ditë se shka do të me ma. Por ti ban sabër, u të të rejnë, u të të nënçmu, u të drellu fjalë, dhe ti ban për hirë të Allah të azogjen, ban sabër, ban durim, pse nuk ja kthen keqet me të keqe, edhe e presh përblimit të Allah azogjen, dhe i thot Muhamedi alayhis salam, hajde ti këto, i erdha i thot, ata kallzoj një sen që ty e ka më të e këndrimin. Thot, falja Rasulullah, tha thuj e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje tek Allah subhanahu wa taala. Se mbrojtja jon do të mëkon te Allah subhanahu wa taala. Ai na mbron mas mirë. Ai din çush më na mbron, në vështetja mbrojtja jon do të mëkon direkt te Allah azza wa jall. I tha thuj e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje, kërkoj ndihmë, kërkoj mbështetje te Allah subhanahu wa taala prej shejtanit të mallkuar.
Se shejtani ka mujtën qka me shni edhe këtë jetin me unë pacafyt me ta dhe me ardhë deri të telashet të problemit. E kam edhe një gjarë mjaf kalzume për së fundi dhe po e përfundoj inshallah ta'ala. Pas ka qenë një djetar, Allah e mshiroft, Allah e shpërbleft një hoxh, një djetar musliman. Dhe këtë djetari, këtë hoxha, këtë muslimani, Allah e shpërbleft. E pas ka pas një këshi se shpesh herë, ndoshta dikush është i mirë për këshirë e ka zullumçar. Dhe do me posabër. Për hitë Allah të azogjel, për atë që Allah të leshamri ka dhonë qka, vlerës së këshirës i ka dhonë anësit mëllë. Për na, subhanallah, ne jemi të padurushëm dhe nuk bojnë asabë për Zotin arrët një telashe ma të vogël, me na i po këshia, ndoshta ku me ditë se shka bojna me këshirë, e lejnë ndoshta me atë lartë. Dhe këtë djetari, këtë hoxha, e pas ka pas një këshi. Ai këshia të kanë konë pa besimtar, edhe përveç se pa besimtar, se ka prej pa besimtarve që ndoshta janë të mirë, por ka prej pa besimtarve që janë zullumçar. Ka edhe prej muslimanëve që i thot vetit musliman dhe është i mirë, nuk i ban dam kërkuj, nuk i ban dam Allah azza wa jall, nuk i ban dam kërkuj nga këshia të shokit dhe është i mirë. Po ka edhe prej muslimanëve të cilët i thojnë vetit musliman dhe janë telashe problemagjin. Nuk i pritojnë dhe thot të lasheve, probleme dhe zullumit. Dhe këtë djetari qka për këtë zullumqarin, për këtë pabesimtarin këshi që e kish pasën, këtë gjithë herë një kodë gjallë, 20 vite kish morë bërlokin, e tina dhe ja kish qumë këti muslimonit të djetarit para deres. Por kjo Allahu Ekber, kjo ka thotë Allah, për hitë Allah ka bo durim, ka bo sabër, dhe atë bërlok e merë, pa i thonë që pën banë zullon, pa i thonë që pën banë të lashe, e merë atë bërdak dhe shka e largën për i shtëpjes e verë, duke mos i thonë këti kur qanë. Ka lënë dhe thot një ku e gjatë djersa këti djetarit i vjen koha pleqnia dhe afër vdekjes. Dhe kur t'i vjen koha afër vdekjes, i thot djemve të vetë. Thot, a banë sot me shku djerë të filan njeri të këshia dhe më maftu këtone. Thot, po shkoj. E merë këshien dhe i thojnë po t'firë baba, në prakë vdekjes. Edhe kur të vend kënë mrejnë aty, thot djemve, a i shka, thot, apo mleni kish pak rahat me këtë këshien, ju dilni për jashtë. Thot, mirë, po të ndëgjoj, e ndëgjoj dalin për jashtë dhe me këtë këshien. I thot, këshyre me këshia jenë. Thot, unë e thot, 20 vjetë kam bu sabër me tyje. Ma ke qitë bërlokin para shpijës, unë atë bërlok e kam morën, e kam largu dhe kur nuk të kam thonë kur gjanë. Thot, po këshyre thot, unë jam prakë vdekjes, të kisha duru, thot, edhe ku me di sa vjetë me pas jetu të kisha duru e. Thot, por qka jam prakë vdekjes, dhe po mduke që Allah Azogjel ka më morë për kësaj dunjave, thot, po këshysh ka po thamë. Thot, nëse unë e kam bo sabër durim me tyje, thot, ki kujdesa se djemë të vinë, dësha nuk bojnë sabër edhe durim me tyje. Thot, e ty Allah Azogjel, thot, edhe këtu kjo, thot, zullumit, thot, se ndështa ka mundësi, unë e që të kumbohë, thot, sabër me ty, ndështa djemë të vinë nuk bojnë sabër me tyje. Atëherë kjo që dhe tha një me, thot, që ka shumë vjetë, thot, ke po sabër durim, thot, edhe nuk ma ke këthy me të keqe. Thot, kusht ka mësu kështon? Thot, më ka mësu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi Allah që të keqen mos me të këthy me të keqe. Më ka mësu kjo fej, kjo din që me bo sabër durim në këtë dunja. Dhe one qka kam bo sabër me ty. Dhe kjo që ditë, thot, qëpar sabër, qëpar durimi, thot, po s'ka të ma. E lusni Allah nësë vë gjelë, ku Allahu thot në Kur'an, ja ejuhalladhina amenu, o ju musliman, isbiru, bani durim, o sabiru, dhe tjeni të qëndrushëm, o rabitu, dhe lidhë nërmet vjeti, qoftë me armikun, qoftë do thot në qështet e tjera, lidhë me nërmet vjeti, mos tjeni të përqavë, por lidhë nërmet vjeti, se në përmjet durimit, në përmjet qëndrushmëris, në përmjet do të qka, lidhës nërmet vjeti, wattaqullahe,
dhe tut një Allahut azza wa jall, se prej frikës dhe Allahut azza wa jall vjen durimi, vjen lidha në vetveti dhe vijnë të gjitha të mirat, la'allakum tuflihun, në mënyrë që të jeni çka të devotshëm dhe të shpëtuar te Allahu azza wa jall, në mënyrë që Allahu nëpërmjet durimit, nëpërmjet qëndrueshmërisë, nëpërmjet lidhjeve të mira, si me armikun, si ndonjë sen tjetër në këtë dunjë, Allahu azza wa jall t'ju bën juve të shpëtuar. Elus Allah subhanahu wa taala, se vallahi me fol për durimin, do të shumë ligjërata, se kum thon javën e kaluar për mbi 100 ajete kanë ardhur do të që flasin për durimin, për sabrin. E lumi për atë njeri i cili ka do të sabër, durim në ibadetet Allahut azza wa jall, ka do të durim, sot mos me pas durim, s'keshe ardhur me fal xhuman, por ke ardhur me bu durim në adhurimin e Allahut azza wa jall. Ban sabër e fal xhumanën, Allahu subhanahu wa taala të shpërblen me të mirat e tij. Asikur ai i cili do të çka ban xhunaje dhe nuk vjen një përgjigj thirrjes, tu që Allahu ka thënë një përgjigj thirrjes xhumës, e ty Allahu azza wa jall ndoshta gjysore ban sabër, por për këtë sabrin tanë temin Allahu ka më na shpërblim me xhenet. Ban sabër thash çysh thash fillim, Allah ta ka bën plot haramin e këtë dunjë. E mush këtë dunjë me xhuno, me efsha, me këshia, dhe ban sabër, ban durim. Pse Allahu ta ka bën haram? Pejgamberi alayhis salam ka thënë me u largu prej asaj pune dhe nuk shkon me hina xhuna, Allahu azza wa jall ka më na shpërblim me xhenet, kur me laçet do të hinë, ku të himin në xhenet, do të hinë dhe do të thojnë lumi për juve, se Allah azza wa jall do të na jep selam me laçet dhe do të thojnë paqja dhe shpëtimi qoftë mbi ju o banorët e xhenetit, për sabrin të cilët pat në atë dunjë. Keni po sabër shumë në sprova dhe në telashe, në probleme, Allah ju ka shtin xhenetin e tij. E nëse Allahun që të bëjmë sabër ndaj njëri tjetrit, do bëjmë sabër durim në familjet e tona, në rrugë, në komunikacion, të bëjmë të thotë sabër, të bëjmë durim, e mos të shtim të thotë durim, rend e paran, por të kemi rend çdo kun, e do të bëjmë sabër, se me sabër fitohet xheneti. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.